Një nga bashkëthemeluesit e platformës Telegram, Pavel Durov, 40 vjeç, thot se po ndan pasurinë e tij për 106 fëmijët e tij. Sipas Forbes, pasuria e tij vlerësohet në rreth $17.1 miliard. Baba i 6 fëmijëve nga konceptimi natyror, Durov tha se ka qenë gjithashtu donator sperme për më shumë se 100 fëmijë në 12 vende. Miliarderi tha se filloi të dhuronte sperm për të ndihmuar një mik, por kjo ishte në mënyrë anonime. Duhet të bëj të qartë se nuk bëj dallim mes fëmijëve të mi, ka nga ata që janë konceptuar në mënyrë natyrale dhe ata që vijnë nga donacionet e mia të spermës, thaj. Të gjithë janë fëmijët e mi dhe do të kenë të njëjtat të drejta. Durov tha se fëmijët e tij nuk do të kenë akses në trashëgiminë e tyre pas vdekjes së tij deri në 30 vjet nga dita kur dha intervistën për revistën franceze Le Monde.